Muajt e verës shënojnë një nga periudhat më të rëndësishme për bujqësinë. Korrjeshirjet në komunën e Shtimës kanë hyrë në fazën më intensive, ku fermerët dhe autokombajnat janë angazhuar në mbledhjen e prodhimit të grurit. Sipas Komisionit Komunal për Monitorimin e Fushatës së korrjeshirjeve në Shtime, procesi po zhvillohet sipas planifikimeve, me rezultate të mira sa i përket prodhimit dhe cilësisë së grurit. Të dhënat tregojnë se deri më tani janë korrur 279 hektar me grur dhe 60 ari me elb. Sot jemi këtu bashkërisht me njerëz, punëtor të kësaj toke, fermer bojk, që ndojmë lajme të mira për bujqësinë tonë. Fal punës së palashme të fermerëve dhe kushtet klimatike të favorshme, këtë vit janë shënuar rendimente më të larta dhe cilësia më e mirë e grurit, duke kapur shifrat 5.000 deri në 6.000 kg për hektar. Sigurisht ju si Komision Komunal në mënyrë të vazhdueshme keni qenë edhe në terren dhe si ka shkuar kjo fushat deri më tani? Ka pasur ndonjë incident apo ndërsa dhe fermerët kanë qenë të kujdesshëm dhe po shkon mirë deri më tani? Që në ka dita themelimit të komisionit ne jemi në terren duke monitoruar gjendjen dhe fushatën e korrjeshirjes dhe gjithçka ka shkuar mirë. Vëmendje e veçantë është kushtuar mosat të sigurisë, zbatimit të tyre dhe deri më tani nuk është shënuar asnjë incident. Në kuadër të këtij aktiviteti dhe me qëllim të verifikimit të standardit të sigurisë për deponim, kapaciteteve, kalibrimin e saktë peshoreve dhe testimin e lagështisë, Komisioni Komunal ka bërë inspektimin e 2 pikave të grumbullimit të grurit dhe monitorimi do të vazhdojë deri në fund të kësaj fushate. Nga ana tjetër, fermeri Skënder Hyseni, i cili është edhe pronari i autokombajnës, vlerëson se ky sezon ka sjellë rezultate të mira me prodhim të lartë dhe cilësi të mirë të grurit. Thënë drejtën, këtë vit jem duke punu kështu me një vullnet më të madh për shkak të rendimenteve të cilat po i marrim. Këtu përfshihet edhe cilësia e grunit, e cila këtë vit ka një rezultat shumë më të favorshëm se vitin e kaluar. Do të thonë cilësia e grurit është në nivelin e duhur. Po jem të kënaqur edhe me grur, do të thonë me rendiment, për shkak të kushteve klimatike të cilat kanë mbretëruar këtë vit, atëherë edhe rendimenti po shihet që është më frydhënës edhe është më cilësor. Megjithatë, sfidë për fermerët vazhdojnë të mbeten kostoja e lartë e naftës dhe pikat grumbulluese. Thënë drejtën, kemi vështirësi, sidomos vlen të cekum punën e naftës. Nuk kem ndihma për naftë, do të thonë nafta ka pas një çmim maramendës këtë vit. Tash do të na jem duke fshi aja për çdo ditë 300-500 po lëviz. Ana jemi çmim të njëjtë duke punu. Tjetër, kem pas vështirësi edhe me grumbullim të grurit. Filloi mirë, u bën kohë 3-4 ditë, u mbyllën mullet, fermer nuk po kanë ku me dorëzu grunin, na po presim nara, traktorat janë në zonën të mullet duke britur, nuk po di tash, unë nuk muj me i fajsu edhe mullet, që ata i kanë punë të veta, po unë peceki si vështirësi për fermer që nuk kem grumbullim të sigurt. Unë pikëspori i kisha lutë që me ku me dal me çmim. Për korrjeshirje me dal me çmim. Grumbullimit grurit, e jo na fillojmë domethënë rrafshën e Soarikës anina, alo as nuk ka çmim, as kuzhona i bëjmë ka 4-5 duke fshin, nuk dim se çmim. Tjetër, nofta me pas një përparësi për fermer, me pas një çmim një kosto më të ulët. Në ditë, jo siguron që e marr për komboj, njëjtën çmim e marr për vetur. E këto i kisha lutë, po normal kjo është, unë po bëj një kërkesë nivel Kosovës, nuk po bëj një nivel komunal, se nuk është jo vetëm për një komunë, por kjo është në tanësi. Edhe këto tokat na i morën me qira subvencionet, faleminderit, po na dalin pak me vonesa. Pak me vonesa, na i kem çatysyt, se na i kem qiran me pagu tokat, se nuk i kem krejt tokat tona. Sa hapësirë keni pas ju që këtë vit keni pas të mbjellura edhe të korrura të grurit? Unë kam pas dikun 80 hektarë. Kemi misër edhe kemi grur. Dikun me rendiment grunit i kemi pas 50 hektarë, ndërsa me misër dikun 30.
Shifrat e rendimentit prej 5.000 kg për hektar deri në 6.000 kg për hektar dhe cilësia e lartë janë një tregues i shkëlqyer i përmirësimit të praktikave agroteknike dhe kushteve klimatike. Këto rezultate ndikojnë direkt në rritjen e fitimit neto për hektar, duke forcuar sigurinë ushqimore dhe ekonominë e fermerëve, derisa thirrja e Komisionit Komunal për Fermerët mbetet respektimi i rekomandimeve për një proces sa më të rregullt të korrjeshirjeve.